40% të vendeve të punës kanë me u zhduk në vitin 2030. Ti me qeni gatshëm gjatë krejt jetës me mësu. Qëta më shkollat tona hala nuk ta dhojmë. Qysh e deni, na jem të kandidu për mes të çështjeve cilat kena me i kthy në kauza, për cilat kena me punu për det edhe në çështjen e arsimit. Problemi me PISA s'ka njësë në që qeveria është mati, na ke që dalim në test sa herhim, kështu që edhe është pak ironike me thonë që problemi është të kjo qeveri, është sistematike dhe lypët intervenim sistematik. Kur jem të këlloj intervenimit, la fakultetin e edukimit e kena fakultetet ma adopta. Qka i shdasht me synu është nëse një fakultet do të me ju kthy standardit e për i nalt është kush i edukon gjeneratat. Fakulteti e edukimit krejt e dim është fakti njohën që janë pranohen me nota ma tolta edhe nuk është nivelli arsimit aq i nalt, e as atyne që pranohen edhe as mënyra që zhvillohet aty mësimi. Këto i shdash më bo një intervenim për shkak se gjeneratat po shkojnë në ndërkohë që mas nej kur po dalim keq në test po thojmë kush i ka mësu fëmijët. Tani po thojmë do të mi trajnu mësuest. Po, ama janë të mësuest, cilë kanë kry shkollën e dhetave, ma herët e që nuk mundën ndryshe me ju përshtat rrethanave që kanë ndryshu tepër shumë. Sipas forumit ekonomik botnor, 40% të vendeve të punës kanë me u zhduk në vitin 2030. Hala nuk dihet cilat punë s'kanë me ekzistu mo, ama çka po dihet është që disa aftësi që do të me t'i dhonë shkolla janë qarta. Për shembull qëndrueshmëria, ti me qeni gatshëm gjatë krejt jetës me mësu. Qëta më shkollat tona hala nuk ta dhojmë për shkak që sa ides me mba mendje, ides me përsëritje, që i kanë vlerat e veta dhe që me thonë rëndësinë e vetë, për sot të kona inteligenca artificiale të zgjenu kërpusi i dijes, lypen edhe instrumenta treja që është në thithim dije, e që kjo shkolla, sistemi jonë arsimor hala ka dështën me u përgjigjë qësaj. Kështu që është e rëndësishme në qëtë pikë me intervenu të trajnimi mësimdhënësve kur jemi, edhe me pa që shka diferenca dhe generatave që dësh me këqyr që shme zvoglu diskrepancën pa e kështë. Masani po tregu i punës